Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falemderimi I takon Allahut, atë e falemderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. E falenderojmë Allahun që na ka udhëzuar këtë din. E falenderojmë Allahun që na ka bërë që ta kuptojmë hakun. E falenderojmë Allahun që na ka zgjedhur prej gjitha krijesave në këtë dunja dhe na ka bërë që të flasim në emër të Allahut subhanahu wa taala dhe të njohim dinin e tij. Sonte inshallah Allahun do të flasim disa fjalë që ka thënë Allahu në Kur'an dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, po ashtu edhe histori prej jetës së sahabëve, shokëve të ndarshëm të Muhammedit alaihi salam, lidhje me lutjen, dua cilën ja bojmë Allahut azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar: "Ud'uni astajib lakum", lutmuni mua që t'ju përgjigjem lutjes juve. Lutni prej meje, kërkoni prej meje diçka që unë t'i përgjigjem lutjes dhe nuk ju la durthat. Pastaj Allahu azza wa jall në Kur'an thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib", kur të pyesin ty, I thot Muhammedit alayhi salam për mua, thuaj jo se unë jam afër atyne, afër robërve të mi, afër muslimanëve. Ujibu da'wata da'i idha da'an, dhe I përgjigjem lutjes kur lutën ata. Pra Allahu është afër nesh. Kur I lutemi Allahut, Allahu është afër nesh dhe I përgjigjet lutjes tonë. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon prej neve që t'jemi të sinqert në ato çka e kërkojmë prej Allahut. Se shpeshherë lutjet tona çka I bojmë, vllazën të ndershëm besimtar, I bojmë thuajse me majë të gjuhës. Vetëm se me majë të gjuhës. Inshallah Allahu na I bën të mundur me shku në xhennet. Amo punt nuk I kemi për atë vend që e kërkojna me gjuhë. Shpeshherë dikush kur I sheh vllaznin duke ra shahid, duke I pa shenjat e mira të shahidllakut, duke ju bë fytyra nur, dritë, dhe thot: mashallah, inshallah edhe mu, Allahu ma bjen që me ra shahid. Mirë, po kjo është fjalë e gjuhës. Kjo është vetëm është fjalë e gjuhës. Sepse me të pranu një punë, përveç duas, duhet edhe angazhim, edhe punë. Se ti jeton këtu në këtë vend dhe inshallah don Allahu që edhe unë shahid me ra. Po ti bash nëse e don shahidllakun, shko atje ku bi njerëzit shahid. Pra nëse e kemi bash me as sinqeritet këtë dua, këtë lutje cilën po ja bojmë Allahu që edhe na me ra shahid, atëherë duhet me shku te vendi ku janë sa të ra njerëzit shahid. Amo na çka tu nejtën të shpia të këshyna për YouTube dhe në nxehet gjaku pak, inshallah dhe na shahid. Mirë po kur I thu shka, po I kam fëmijën, I kam baba, nona, e puna, e smuja, ashtu e kështu, I gjan 1000 arsye. Vllazën që kjo dua, është dua prej thellësisë zemrës. Nuk është, kjo është dua e gjuhës. Dhe me thonë, dua e cila bëhet aty për aty, vetëm se me majë gjuhës, me thonë, o Allah, unë po du me ra shahid, ama punt për me ra shahid ti si ki kërka hiq. Sahabët vllazën, kur kanë bën dua, Allahu ja ka pranu duat. Kur janë lutën sahabët te Allahu, shumicën e rasteve, Allahu ja ka pranu duat. Pse? Pse atë dua që e kanë bën me sinqeritet, edhe e dyta, ata vetëm se jo nis për me e kry punën. Inshallah, tash do të cekim një rast të luftës së Uhudit, ku kanë Abdullah ibn Jahshi radhiyallahu anhu dhe Sa'd ibn Abi Waqqas. Allahu qoftë razi me ta se në kanë dunja dhe në botën tjetër në ahiret.
dhe na boft shëmbëltyr dhe na boft pasus e të këtyne sahabëve të ndershëm. Abdullah ibn Jahshi në luftën e Uhudit i thot Saad ibn Ebi Waqasit, thot o Saad, apo vjen thot e lusmi Allahun, apo vjen thot bojna dua. Do më thonë para se me fillu konfrontimi luftën e Uhudit, thot apo vjen e lusmi Allahun. Hajde. Kanë shku e kanë gjetë një vend dhe jun ul dhe e kanë lutën Allahun. Saad ibn Ebi Waqasi thot, o Allah, kur e bën dua, thot o Allah, këtë luftë tash cilën kemi ardhësh me luftu, jo prej të shtëpia, po aty në vijën e frontit. Do më thonë edhe pak kohë ka pas me fillu veç konfrontimi, beteja. Thot o Allah, ma qëtë një armik të fort, një burr të madh, e të fuqishëm, e që është i shpejt me shpat, që është i fort shumë, që është i vrash, që është i ashpër, thot ma qëtë mu për para, dhe më bën që unë ta luftoj ata, edhe ai të më luftoj mu, po thot unë ta vras, për hir tanin. Bën ma të mundshme këta, një burr të madh ta vrasë, jo një të vogël e të liksht. Me thonë që u merr një, jo më të madh, më të fuqishëm, që të më përpara dhe ma bën të mundshme që unë ta vras për hir tandi. Abdullah ibn Jahshi tash e bën duan e vet. Thot o Allah, ma qit mu një armik të fort, fuqishëm, një burr të madh, që është i ranë në fuqinë e tij, është i shpejt me shpatë, do të thonë më shon shumë. Thot dhe ma bën e të mundur që ta luftoj dhe të më luftoj. Dhe në fund thot o Allah, bëne që të më kap ai dhe të ma hek hunën time, dhe të më hek vesht e mi, dhe do më thonë me ra shahid në atë luft, dhe kur do dal para teje o Zot dhe kur të më pëtsh, pse të shpotën huna jote dhe vesht e to, pse sikitin botën tjetër kur të më pëtsh, o Allah, që pse ti siki këto, o robi jem, pse siki vesht hunën, çka ka ndodhur? Unë thot tham o Zot për hir tanin këto organe më kanë shkput prej trupit tem, dhe ti të më thush sahi e vërtet është kjo. E ke thonë të vërtetën, qëre se çfarë doa ka bo? Vetën e vetë, dhe më thonë me fliju për Allahun, me ju shkëput vesht e ti, me ju nuk huna e ti, me vdek, për Allahun, që kur do dal para Allahut në ditën e gjykimit, me pyetën Allahu, o Abdullah ibn Jahsh, pse tu kanë këput veshtet u dhe huna jote, kë me i thonë se o Allah për ty. Për ty i kum dhanë këto organet mia dhe i kum dhanë edhe shpirtin tem. Kur i thu Allahut se për ty i kum dhanë këto, çka është pastaj, çka do të ndodhë pastaj? Pastaj shkon në xhenet. Kur ti e ke sakrifiku vetën tane për hir të Allahut Azza wa Jall, Allahu do ta kompenzoj me diçka që është shumë më e madhe. Ajo xheneti i Allahut Azza wa Jall. Dhe thot Saad ibn Ebi Waqasi, thot vallahi ishte ma i sinqert Abdullah ibn Jahshi në duan e tij, në lutjen e tij, se rafët shahid ditën e Uhudit. Dhe kur shkova unë me djalin tem Ishakun, thot Saad ibn Ebi Waqasi, thot shkova dhe e pash huna e tij ishte e preme dhe vesht e tij ishin të shkurtum, ja kish prej vesht dhe ja kish prej hunën. Allahu ja kish pranu duan dhe ka ra shahid për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra kur e ki me sinqeritet një lutje, një dua, Allahu do ta pranon. Mirë po, duaja tham edhe në fillim, kërkon punë, kërkon angazhim, kërkon ti munis deri tek veni ku ti po don me shku. Allahu me pa se ti e ki penime atë lutje, ti e ki me vendosmëri atë dua. Një herë e dy e tri, bëni dua Allahut Azza wa Jall, që Allahu me thonë se vërtet e robi jem, po e kërkon me sinqeritet atë punë dhe unë do t'ja jap. Vllazën të ndershëm besimtar, Salahuddin Ejubi, ky luftar i madh që ka luftu për këtë din, ditët e tij i kalonte në xhihad duke luftu. Netët i kalonte në dua.
te Allahu Azza wa Jall. Ditën gjihad, natën dua. Dhe më thonë të në kohën në adhurim dhe Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. E na sot, vllazën të ndershëm besimtar, ditët po i kalojmë në internet. Ditët po i kalojmë duke pi kafe. Ditët po i kalojmë me shoqni dhe netët po i kalojnë në gjumë. Dhe më thonë, as punë nuk po bojmë, as dua, as angazhim fizik me qenjen tonë, fizike, trupin tonë, mirë po as dua për Allahun Azza wa Jall. Ajo që ka sot mas pak këti mujna me ba, nëse nuk kemi prej atyne të cilët bojna veprat mëdhaja dhe ju dalmi ndim njerëzve me anën fizike, me trupin ton, me fuqin ton, me pasurin ton. Ajo që ka mas paku është me ba dua dit edhe nat. Me ba dua shumë. Me thonë, o Allah, ndihmoj këtë muslimon, kuda që janë në dynja, jep ju të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Me lutë Allahun për vetën tonë. Ama, jo me lutën Allahun për çështjet vogla. Po kur ta lusim Allahun, ta lusim për çështjet mëdhaja, madhore. Kur ta lusim Allahun, mos thojna, o Zot, veç të hi dikun në xhennet. Po thuj, o Allah, ma bën të mundshme që të hyj në Xhennetul Firdaus, xhenetin më të lartë. Kur të bësh dua thuj, o Allah, unë bashko me pejgambert, e me sahat, e me dietar. A të kushton kjo? Kur gjë nuk të kushton? Lyp shumë te Allahu. Se edhe nëse t'jep ma pak, Allahu apet jenalt. E mos thuj veç t'hin xhenet mazdere. Jo, kur të bëjsh dua, bon o Allah në xhenetin Firdaus. Aty pe du venin ten. Aty unë po du mu kanë. Me pejgambert po du mu kanë. Po du mu kanë me sahab. Kur ja bën ti këto dua Allahu Azza wa Jall, Allahu e shef që e ki me sinqeritet dhe me njetë të pastër, dhe kjo dua e jotja mundet që me avancu me një shkallë më të lartë në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Pra duhet vëllazër që të kemi ambicie të larta kur kërkojmë diçka prej Allahut Azza wa Jall, të kërkojmë shumë. Mos thojmë se Allahut nuk pi kërkoj shumë, se Allahu a nuk ka, Allahu ka sa dush. Allahu është i gjithë fuqishëm, Allahu është i pasër. Dhe ti kur i thu Allahut, o Allah, po du në xhenetin Firdaus më kanë, hiq mos u thot se dikon pele keq, e dikon pele jashtë. Ka vend për të gjithë, po vetëm se ai i cili e don atë vend dhe punon për atë vend. E lusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej atyre të cilët punojnë për hir të Allahut. E lusim Allahun Azza wa Jall që të jemi prej atyre të cilët e kërkojmë xhenetin Firdaus, por edhe punojna për xhenetin Firdaus. E lusim Allahun Azza wa Jall që të na përfundoj jetën tonë me Islam, me përfundimin më të mirë, e ajo është shahidllaku. Se pa marrë parasysh në çfarë gjendje vdes muslimani, nuk ka gjendje më të mirë se me ra shahid në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dhe kur ta lusmi Allahun, ku jemi te kërkesat tona ndaj Allahut, dhe thojna, o Zot, na i merr shpirtin me iman. Ta bëjmë këtë dua, po t'ja shtojmë edhe një dua tjetër, o Allah, na i merr shpirtin si shahid, inshallah, se kjo është prej nivelit më të lartë të aty në cilët ja dorëzojnë shpirtin Allahut Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. E lusmi Allahun sa të jetojmë me dinin e Allahut, me ligjet e Islamit. Kur të vdesmi me fjalën e Allahut, me shahadet, me dëshmin se nuk ka zot tjetër përpos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i tij. Dhe kur do të na ringjall Allahu, e lusmi Allahun Azza wa Jall që dalmi para ti me faqe të bardhë, që dalmi para ti me punë të mira, që dalmi para ti me sakrificë, sikur se ky sahabi që e ka pasën dert dhe e ka kujtu takimin me Allahun, se qysh do t'i dal Allahut i gjymtum
Dhe kur do ta pyes se pse je bën kështu, i ka thonë për hir te, i lutem Allahun që t'jemi edhe na prej atyne të cilët dalmi të gjymtum para Allahut, dalmi pa organet tona vitale para Allahut, dhe kur na pyet Allahu se pse si keni këto organe, them se i kemi dhënë në rrugën tonë, i kemi dhënë për me e lartësu fjalën tonë, fjalën e Allahut Azza wa Jall. I lutem Allahun që të na ndryshoj për smirë gjendjen tonë. I lutem Allahun që të ndihmoj këtë musliman kudo që janë dhe të jep fitore atyre të cilët e kërkojnë fitoren, dhe e lutem Allahun që neve të na udhëzon dhe që t'i bashkohemi atina karvanit të madh të atyre muslimanëve të devotshëm që i ka zgjedh Allahu. I lutem Allahun që edhe na të jemi të zgjedhurit e tij dhe ta ndihmojmë këtë din, se në fakt na ndihmojmë vetveten tonë kur i japmi mundin, angazhimin tonë që ta ndihmojmë fenë e Zotit, na kemi ndihmuar veten tonë. Wa quli qawli hadha astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur. صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء.